Sot do të flasim për një zhdukje shumë misterioze, një zhdukje që në fund të fundit do t'ju lërë me shumë pikpyetje dhe pikërisht për zhdukjen e Lars Smitan. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë me videon e sotme. Lars Smitan lindi më 19 shkurt të vitit 1986 në Berlin të Gjermanisë dhe pikërisht në qershor të vitit 2014 ai vendosi që të bënte një udhëtim me disa miq të tij. Destinacioni që zgjodhen ishte Varman, pikërisht në Bullgari dhe saktësisht një vend të quajtur Golden Sands. Ky vend ishte i famshëm në gjithë Evropën për argëtimet e shumta që u ofronte turistëve, si për shembull festat e jashtëzakonshme natën në plazh, aktivitete gjatë ditës si motoruj, ndeshje volejbolli në plazh, masazhe buzdetit, me pak fjalë një vend perfekt ku të rinj duan të argëtohen. Pikërisht për këtë arsye miqtë e Lars e kishin zgjedhur këtë udhëtim, por duhet të them të vërtetën që Lars në fillim nuk kishte dashur fare të shkonte në këtë udhëtim, e kishte me dymendje sepse këto lloj udhëtimesh ai nuk i pëlqente, sepse udhëtimet që pëlqente ai ishin udhëtime të qeta, pushime të qeta ose pushime që bazoheshin tek sporti, sepse ishin një tip jashtëzakonisht shumë sportiv. Por në fakt, gjatë këtij udhëtimi në momentet e fundit njëri prej djemve të grupit ndryshon mendje për udhëtimin sepse pati një problem. Dhe pjesa tjetër e grupit arrin të binte Larsin që ky fundit të zër vendin e shokut tjetër. Kështu që djemtë binin Larsin dhe ai shkon në udhëtim së bashku me shokët e tij. Lars dhe miqtë e tij u nisën më 30 qershor dhe duhet të ktheheshin me 7 korrik. Pasi mbërritën atje, ato qëndruan në një hotel të bukur me 4 yje të quajtur Viva Club Hotel. Ditët e para kaluan mes argëtimit, qijonin plazhin, shkonin në shumë festa, kalonin nga një diskotekë në tjetrën. Megjithatë, Lars nuk se merrte pjesë në gjitha këto festa sepse, siç u thash, nuk ishte lloji i argëtimit që ai dëshironte. Por ajo që bënte Lars është të luante futboll ose volejboll në plazh me disa djem që njoh, pasi siç u thash, sporti ishte gjëja e tij më e preferuar dhe futbolli ishte, le të themi, loja e tij e preferuar. Pra një farë mënyre gjithsecili po kënaqej në atë mënyrën e vet. Gjatë ditëve të para të pushimit gjithçka shkon në rregull deri më datën 3 korrik. Mbrëmjen e 3 korrikut, Lars së bashku me disa miq të tij shkojnë në një bar për të parë një ndeshje futbolli, sepse luheshte një ndeshje e rëndësishme Holand kundra Kostarikës. Dhe pikërisht në atë bar ndodheshin edhe disa turistë të tjerë të cilët ishin pikërisht gjerman. Dhe normale, si ndodh shpesh ku ka këto ndeshjet e rëndësishme, lindin konflikte mes djemve dhe pikërisht ndodhi dhe me Larsin ton, sepse pati një debat shumë të madh kundrejt disa turistëve të tjerë, pra siç u thash që ishin gjerman. Por gjithsesi debati u shua, secili grup djem shkoi në hesap të vet dhe Lars së bashku me miqtë e tij ishin të fundit që lan barin dhe pikërisht në orën 4 të mëngjesit. Gjatë rrugës për në hotel, njëri prej miqve të Larsit tha që kishte marrë uria dhe dëshironte që të shkonte të hante një McDonald's. Po Lars, duke u qenë që ishte një tip sportiv, një tip që ishte i rregullt me ushqimin e tij, fakti të hante me McDonald's pra në orën 4 të mëngjesit nuk është se ju dukte logjike. Kështu që u tha shokëve të tij që ju shkoni në McDonald's, unë do të shkoj në hotel, kështu që do t'ju pres në dhomë. Dhe hoteli që aty ishte gati rreth 1 kilometër larg. Gjatë rrugës për në hotel, Lars i afrohet një grup djemsh ku këto të fundit fillojnë që ta sulmojnë, fillojnë që ta rrahin pa asnjë lloj arsye. Pra, arsye vërtet nuk dihet, por Lars është i sigurt që ato djem ishin paguar nga turistët gjerman ku ky i fundit pati një debat para disa orësh në atë bar. Dhe sipas tij, nuk ishte, le të themi, shumë e vështirë që të gjejë disa persona dhe t'i paguaje që këta persona të bënin diçka të tillë. Por gjithsesi pas kësaj kthehet në hotel, telefonon nënën e tij, i tregon gjithçka, i tregon për plagët që kishte marrë, i tregon për, le të themi, sherrin që kishte bërë dhe i thotë që nuk ishte marrë thyerje, nuk ishte plagë të rënda, por e vetmja gjë që kishte, le të themi, e rëndësishme ishte dhimbja e veshit. Nëna e tij thot pra që të shkoj tek një mjek, të vizitohet, të shikoj se çfarë ka, por
Lars i thotë që meqense nuk kam asgjë të thyer, plagët janë sipërfaqësore dhe dhimbja veshit do të kaloj vetë. Pra e la që gjithçka do kaloj me kohën. Gjatë ditëve në vazhdim, Lars u tregon edhe miqtëve të tij për atë çfarë kishte ndodhur, pra në një farë mënyrë mendonte që ato turistët gjerman kishin paguar rusët që ta rrinin ta sulmonin, por gjithsesi nuk është se kishte ndonjë provë konkrete, thjesht ishte një dyshim personal i tij. Por me kalimin e kohës, veshi vazhdonte akoma i dhimbte dita ditës dhe një moment reflektoi që tha që me një dhimbje të tillë, fakti që unë duhet të fluturoj me avion është paksa e pamundur, sepse duke menduar që presioni në avion është shumë i fortë dhe dhimbja e veshit është kaq e madhe, është paksa e pamundur që të fluturoj. Dhe pikërisht më 7 shkurt, ditën kur supozoheshin të niseshin, Lars vendosi të shkojë tek një mjek të kontrollohej. Pra në farë mënyre e la për ditën e fundit. Por nga kontrolli që i bëri mjeku, zbuloi që ai kishte një daulle të shpuar dhe për këtë arsye i ndaloi kategorikisht të fluturonte. Ajo gjë që duhet bënte Lars ishte të shkonte në spital, të merrte disa ilaçe, pra të merrte disa ditë rekuperimi përpara se të niseshe të fluturonte përsëri. Lars kthehej tek miqtë e tij dhe u shpjegon gjithçka. U shpjegon faktin që nuk mund të niseshte me ta dhe duhet të niseshe vetëm një ditë ose 2 ditë pas tyre. Ai u thotë që mos të shqetësohen, pasi një farë mënyre përpara se të niseshte në udhtim, kishte paguar, pra kishte marrë një siguracion shumë të mirë, ku ky siguracion i mbulonte edhe kthimin në shtëpi, pasi ishte një shërbim për transportin e pacientëve, kështu që nuk do të paguante për udhtimin e kthimit sepse siguracioni ia mbulonte dhe në këtë pikë miqtë e tij binden dhe nisen pa të. Lars në këtë pikë merr një taksi dhe shkon në spital dhe pikërisht në atë spital vizitohet nga një specialist i veshit, por nga disa burime që lexova thuhet që ky specialist i veshit, ky mjek, pra një farë mënyre nuk dinte të fliste as gjermanisht, as anglisht, ose bënte sikur nuk dinte të komunikonte me Larsin, por nuk e di se çfarë do lloj arsye, pra çfarë do lloj qëllimi që kishte, por e vetmja gjë që i bën është që t'i jap një antibiotik Kripo 500, pra një farë mënyre nuk e shtron në spital siç i kishte rekomanduar mjeku i parë. Po atë mbrëmje, pasi del nga spitali, Lars merr një taksi dhe drejtohet në farmacinë më të afërt për të bler antibiotikun që i kishte përshkruar mjeku. Por në atë farmaci nuk kishte antibiotik dhe drejtohet në farmacinë tjetër. Dhe në këtë pikë ishte ora 10 e mbrëmjes. Pasi blen antibiotikun, ai i kërkon në shoferit të taksisë që ta çojë tek një hotel, pasi një farë mënyre duhet kalonte natën. Por fatkeqësisht në atë periudhë ishte sezoni i lartë, hotelet e mira ishin të gjitha plot dhe do ishte pak e vështirë që të gjeje dhoma bosh. Kështu që siç u thash, i kërkon taksisit që ta çojë në një hotel paksa më ekonomik dhe taksisi i thotë që po do çojë një hotel ekonomik sepse e di ku ndodhet dhe në farë mënyre e di që do të pranoj ka dhoma bosh. Hoteli në fakt quheshte Colors dhe ndodheshte jashtë zonës së kryeqytetit. Dhe sipas Larsit ishte një vend shumë i çuditshëm me njerëz të çuditshëm, individ të çuditshëm, pra gjatë gjithë kohës mendonte që ai vend ishte i çuditshëm, por gjithsesi duhet patjetër një vend për të kaluar natën. Lars pikërisht atë mbrëmje bën check-in në hotel dhe drejtohet drejt dhomës së tij. Dhe sapo mbërrin në dhomë, telefonon nënën e tij ku i shpjegon gjithçka, pra që nuk e kishte marrë avionin, kishte qëndruar një ditë më shumë për të kuruar veshin dhe nëna e tij thotë që gjatë telefonatës që kishte bërë me Lars duke se paksa i çuditshëm, paksa i friksuar, paksa dyshues. Lars nga ana tjetër i tregon gjithçka, i tregon pra me detaje për sherrin e bar, i tregon për rusët që e kishin rrahur, i tregon le të themi dhe për mjekun që nuk kishte dashur ta shtronte në spital dhe mbi gjitha e kishte përzënë nga spitali duke e tallur. Dhe mbi gjitha Lars i kërkon nënës së tij që të kontaktonte me sigurimin shëndetësor sepse ky i fundit donte të përfitonte pra nga shërbimi i transportit të pacientëve. Atëherë nëna në këtë pikë mbyll telefonatën me Lars dhe kontakton menjëherë me të siguracionit shëndetësor. Pas kësaj telefonon përsëri Lars. Por kur e telefonon, shikon që djali i tij ose kupton që djali i tij thotë gjatë gjithë kohës që ka diçka të çuditshme në këtë hotel, nuk ndihet mirë, është i shqetësuar, duket që gjatë gjithë kohës sikur po e vëzhgojnë dhe mbi gjitha i thotë nënës së tij që është i bindur që i kanë klonuar kartën e kreditit, sepse mendon që në momentin kur ka bërë check-inin, personi që i bëri check-inin kishte bërë disa lëvizje të çuditshme dhe për këtë arsye i thotë që të telefonoj bankën
pra që ti bllokoj kartën. Nëna në këtë pikë kontakton bankën për të pyetur pra nëse është e mundur që në momentin kur ti bllokon një kartë krediti, kjo kartë a mund të riaktivizohet, mund të çaktivizohet, për banka i thotë që është e pamundur që në momentin kur e bllokon, e vetmja gjë që mund të bësh është të vish përsëri në bankë dhe të bësh një të re. Nëna telefonon përsëri Larsin, i shpjegon gjithçka, por Lars është i bindur pra këmbgul që i kanë klonuar kartën dhe i thotë që ka mjaftueshëm para kesh në dorë për të kaluar një ditë pa kartën e tij të kreditit. Dhe kështu që nëna e tij e bën, pra bllokon kartën e tij të kreditit. Por nga ana tjetër shikon që djali i saj është shumë i shqetësuar, djali i saj është shumë i nervozuar dhe për këtë arsye ajo i pret një bilet me autobus në rastin që nëse do të kishte probleme me siguracionin shëndetësor. Kështu që autobusi do të niseshte ditën e nesërme nga Varma pikërisht në orën 11:30 të mbrëmjes. Nëna e Lars i thot Larsit që të mbyll telefonin dhe të shkojë për të fjetur. Vetëm pas disa orësh, Lars telefonon përsëri nënën e tij duke i thënë që ka diçka që nuk shon në këtë hotel, por nuk e specifikon se çfarë, dhe përsëri thot që duhet të largohej menjëherë nga këtu dhe mbyll telefonin. Rreth orës 2:30 të mëngjesit ai telefonon përsëri nënën e tij duke i thënë që ka marrë gjitha plaçkat e tij, tashmë është në rrugë dhe është larguar nga ai hotel dhe 4 burra po e ndiqnin dhe fliste me një zë shumë të ulët që mos ta dëgjonte. Rreth gjysore më pas, pra rreth orës 3 të mëngjesit, Lars i çon një mesazh nënës së tij pra me emrin e antibiotikut që i kishte përshkruar mjeku dhe pikërisht i çon një SMS ku i thot çfarë është kjo Kripo 500. Pra një farë mënyre Kripo 500 ishte një lloj antibiotiku si të gjithë të tjerët, por nuk kuptohet arsyeja sepse Lars i ka bërë këtë lloj pyetje. Nëna e Gjor në këtë pikë nuk kishte më çfarë të bënte, pasi djali i saj po i çonte mesazhe të çuditshme, i thoshte që 4 burra po e ndiqnin, mbi të gjitha nuk mund ta telefononte sepse mendonte që në momentin që do ta telefononte, zila do t'i binte, ato burra do ta gjenin. Dhe vetmja gjë që bëri është i priste djalit të saj një bilet avioni pikërisht për ditën e nesërme. Pra nuk pret atë siguracionin shëndetësor pasi nuk i di se çfarë mund ndodhte dhe i pret një bilet avioni pikërisht më datën 8 korrik në orën 4:20 të pasdites. Pra, një farë mënyre, nëse nuk do të kapte do të fluturimin në orën 4:20 të pasdites, do të kishte autobusin si alternativë në rezervë që do të niseshte në orën 11:30 të mbrëmjes. Pra, që të dyja fluturimet, pra që të dyja, le të themi, biletat ishin në të njëjtën datë. Lars sapo mbërri në aeroport, telefonon nënën e tij dhe i shpjegon faktin që nuk e kishte telefonuar sepse kishte mbetur me shumë pak bateri dhe po përpiqeshte që të përdorte telefonin sa më pak të ishte e mundur. Ai thotë që tashmë ndodheshte në aeroport, ndiheshte i sigurt dhe nuk kishte problem që nëse fluturimi pra ishte në 4:20 të pasdites. Nëna e tij i thotë që duhet të shkonte pra tek një nga këto klinikat mjekësore që ndodhen në çdo aeroport që të vizitonte veshin, pra që mjeku që ndodheshte aty t'i jepte ndonjë këshill. Por nga ana tjetër, Lars i thotë që ato nuk më lën që as të drejtoj, as të fluturoj. Por kur thot këtë shprehje, pra që nuk më lën as të drejtoj, as të fluturoj, nuk i dihet se kujt i referohet saktësisht. Ai thot nënës së tij që është i mbuluar komplet me dhe, është bërë jashtëzakonisht shumë pis sepse gjatë gjithë kohës ishte munduar të fshiheshte nga ato 4 burra. Por nëna e tij i thot që të shkojë në banjo, të pastrohet, të lahet, të sistemohet dhe më pas ta telefonojë përsëri. Minutat po kalonin, orët po kalonin dhe duke parë që Lars nuk po e telefononte më nënën e tij, kjo e fundit vendosi që ta telefononte dhe Lars e hapi telefonin. Por me sa duket Lars e hapi gabimisht sepse në momentin kur Lars e hapi telefonin, nëna e tij dëgjonte në sfond vetëm disa zëra njerëzish, disa fërkime robash dhe mendonte që ndoshta Lars e hapi gabimisht dhe ajo e mbylli përsëri telefonin me mendimin që ai do ta telefononte përsëri. Fatkeqësisht ajo ishte hera e fundit që Lars do t'i përgjigjeshte telefonit, pasi pas atij momenti nëna e tij provoi disa herë për ta marrë Lars në telefon, por ai nuk përgjigjej. Megjithatë, nga kamerat e sigurisë së aeroportit dhe nga dëshmia e mjekut të aeroportit dihet që rreth orës 9 të atij mëngjesi Lars shkon në ambulancën mjekësore dhe viziton veshin. Kontrolli zgjat 40 minuta, mjeku i hedh disa pika tek veshi dhe i thotë që Lars duhet të merrte edhe disa tableta të tjera, por ky i fundit nuk i merr dhe mbi të gjitha i thotë që mund të fluturonte sepse dëmtimi nuk ishte aq i rëndë. Në momentin që është në dhomën e ambulancës, pikërisht në atë moment hyn një burr i cili është i veshur me një uniform që ngjan pikërisht si me punonjësit e aeroportit.
Por Lars, sa po sheh këtë burr, futet në panik total, fillon të dridhet jashtëzakonisht shumë dhe murmuri diçka të tipit që nuk dua të vdes këtu dhe duhet të largohem menjëherë nga këtu. Ai, sa po sheh këtë burr, largohet menjëherë, ngrihet nga karrikja dhe fillon që të vrapojnë nëpër aeroport, del nga aeroporti, filloi që të vrapojnë nëpër parkingun e aeroportit, kalon një gardh derisa humbet plotësisht nga kamrat e sigurisë. Dhe që nga ai momenti tutje, askush nuk e ka parë më atë dhe nuk dihet më asgjë për të. Në ditët në vijim, nëna e tij bën një denoncim dhe nis një hetim. Dhe pikërisht ajo së bashku me detektivët që kishte punësuar dhe me hetuesin që kishte punësuar, shkojnë në aeroport dhe fillojnë që të flasin me mjekun pasi ai ishte personi i fundit që kishte parë Larsin, pra që kishte takuar Larsin. Dhe pikërisht mjeku pohon që po, Lars ishte larguar nga dhoma e mjekësisë, pra nga dhoma ku ishte në momentin kur kishte parë atë burr. Por kur detektivët e pyesin pra kush ishte ai burr, çfarë bënte, me çfarë merreshe, mjeku gjatë dëshmisë së tij ndryshon version plot 3 herë. Versioni i parë që thot mjeku është se ai burr punonte pikërisht për linjën ajrore që do fluturonte Lars në orën 4:20 të pasdites. Dhe pikërisht kishte ardhur për ta marrë atë, por në fakt kjo gjë tingëllon e çuditshme sepse nëse fluturimi do të ishte në orën 4:20 të pasdites, pra siç planifikohej të ishte, aty në atë moment që burri mbërri në dhomë ishte ora 9 e mëngjesit. Pra një farë mënyre ishte jashtëzakonisht shumë herë dhe nuk kishte asnjë pikë logjike që një punonjës i linjës ajrore të vinte në atë orë për të marrë Larsin. Versioni i dytë që tregon mjeku thotë që ai burr ishte një punonjës që punonte në aeroport, por nuk dinte saktësisht se çfarë pune bënte, dhe versioni i tretë thotë që nuk e njihte fare atë burr. Nëna në këtë moment u kërkon punonjësve të sigurimit të aeroportit pamjet e kamerave të sigurisë për të parë lëvizjet e fundit të djalit të saj. Por ato i thanë që nuk janë disponibile për momentin dhe kjo gjë është paksa e çuditshme, por gjithsesi në momentin kur ja dorëzuan këto pamjeve të kamerave të sigurisë, vuri re që djali i saj, pra tha që djali i saj ishte shumë në rregull, e dinte se çfarë po bënte dhe është shumë e sigurt që po fshiheshte në një vend të sigurt. Dhe në momentin që mori pamjet e kamerave të sigurisë, kishte ndodhur diçka e çuditshme. Kishte ndodhur diçka e çuditshme sepse nuk kishte jashtëzakonisht shumë pamje, këto pamje ishin të prera, sepse në një moment tregoheshte Larsi që vjen në aeroport, tregoheshte Larsi që mjeku i kishte thënë pra që të shkonte në tualet, por nuk tregoheshte pjesa që ai ishte larguar nga ambulanca, pra e aeroportit për të shkuar në tualet. Është një pamje tjetër kur Lars tregohet duke ngrënë diçka, por nuk tregohet momenti kur ai ka ndaluar dhe ka marrë atë lloj ushqimi. Pra një farë mënyre pse ishin kaq pak pamje. Një tjetër gjë shqetësuese kishte të bënte me bagazhet e Lars. Duke ditur që Lars i kishte lënë gjitha bagazhet e tij, gjitha sendet e tij në aeroport, në lidhje me këto bagazhe, me sendet e tij u bë një listë e gjatë me gjërat që kishte dhe këtë listë pikërisht ja dha nënës së tij. Por duhet dini që lista ishte bërë në bullgarisht dhe duke qenë që nëna e tij dinte pak sa rusisht dhe rusishtja me sa duket ishte e ngjashme me bullgarishten, nëna e tij e kuptoi se çfarë shkruhej në atë listë. Për më tepër, djali i saj ishte shumë i rregullt dhe kishte një zakon që të ruante të gjitha faturat e gjërave që kishte bler dhe në një farë mënyre duke i vendosur këto fatura në një rend kronologjik, ajo mund të kuptonte se çfarë kishte bërë, çfarë lëvizjesh pra kishte bërë djali i saj kur ishte me pushime. Një element tjetër i çuditshëm ishte se në listën e sendeve që figuronin pra që të ishin të Larsit, ishin edhe tabletat e antibiotikut, pra kutit antibiotikut që Lars supozoheshte t'i merrshte. Dhe pikërisht në listën që ishte shënuar thuheshte që në njërin nga kutit ishin 7 kokra antibiotik dhe 3 mungonin, ndërsa në kutin tjetër pra kutja tjetër ishte e pahapur. Dhe me sa duket, deri në momentin e zhdukjes, Lars kishte marrë vetëm 3 nga këto kokra antibiotik. Por problemi ishte se këto të dhëna ishin të shënuara në listë, por antibiotikët, pra kutit antibiotikëve mungonin, pra ishte e vetmja gjë që mungonin nga gjitha sendet e Lars. Dhe ku ndodheshin këto antibiotik? Ku ishin këto antibiotik? Nuk dihet. Të nesërme, nëna e tij së bashku me një avokat që kishte marrë shkon në aeroport për të marrë përgjigje, për të kuptuar pra ku ndodheshin antibiotikët, pse nuk ndodheshin në çantën e Lars. Dhe në fakt nuk merr asnjë përgjigje, sepse përgjigjet që ato i japin, pra
punonësit e aeroportit ishin shumë të paqarta dhe pikërisht në atë moment nëna e tij fillon që të kuptoj atë që Lars po i thoshte, që ky vend është jashtëzakonisht shumë i çuditshëm dhe duhet të largohem menjëherë që këtu. Një gjë tjetër është e çuditshme është fakti që avokati që kishte marrë nëna e Lars, pra nuk dihet nëse ishte avokat gjerman apo avokat i atij vendi, fillon që të bëjë disa komente të çuditshme mbi djalin e saj dhe në një farë mënyre i thot asaj që të ndaloj kërkimet. Dhe pikërisht që nga ai moment nuk dihet më asgjë për Larsin, askush nuk e ka parë dhe nuk dihet se ku ndodhet, pra nuk ka asnjë të dhënë për sa i përket atij. Për sa i përket kësaj historie ka shumë teori të ndryshme dhe teoria e parë supozohet që Lars ka inskenuar të gjithë zhdukjen e tij. Pra, në një farë mënyre ai ka bërë gjithçka, pasi shumë njerëz mendojnë që Lars ishte i aftë për shumë gjëra dhe në një farë mënyre ai mund të jetonte shumë mirë pra në natyrë. Disa të tjerë thonë që është akoma rreth e rrotull, thjesht në një farë mënyre po jeton jashtë sistemit, por për mendimin tim kjo teori nuk është e bën shumë sens, sepse Lars kishte një lidhje shumë të ngushtë me nënën e tij, i tregonte gjithçka, kishte një punë që e donte. Mbi të gjitha, ky udhtim që bëri nuk është që ishte një udhtim që e dëshironte, pra ishte një udhtim i pavullnetshëm dhe për këtë arsye mendoj që kjo teori nuk bën sens. Teoria e dytë lidhet me antibiotikët që Lars supozohet që të merrte, por disa mjek kanë deklaruar që këto antibiotik në raste shumë të ralla japin efekte anësore, siç janë halucinacionet, siç janë paranojat, por në raste jashtëzakonisht shumë të ralla. Dhe këto raste shumë të ralla ishin vetëm kur kombinoheshte me alkool. Pra, duke qenë që ishin raste të ralla, them që kjo teori ndoshta bie përsëri poshtë. Teoria e katërt dhe fundit ka të bëjë me ato 4 burra që supozohet që po e ndiqnin. Dhe ato 4 burra për ndonjë arsye të paqartë donin ta detyronin Lars të transportonte drogë. Dhe për këtë arsye ndoshta ai ndiheshte kaq nervoz dhe për këtë arsye ndiheshte jashtëzakonisht shumë i shqetësuar kur pa atë person që të futeshte në ambulancë, sepse mendonte që po e kërkonte dhe për këtë arsye u largua me vrap. Por për të gjithave, ku ndodhet Lars tani, ku përfundoi, kjo gjë nuk dihet dhe për këtë arsye kjo histori është jashtëzakonisht shumë misterioze. Por për sa i përket këtij rasti ka pasur disa zhvillime në vitin 2016 ku një grua sinjalizoi pra policinë, më mori në telefon sepse kishte parë një person që i ngjante jashtëzakonisht Lars, por fatkeqësisht ai person nuk ishte Lars, ishte një burr tjetër i cili quheshte Antonio, ishte kanadez dhe ishte zhdukur nga familja e tij, pra ishte larguar nga familja e tij për gati 5 vite sepse kishte humbur kujtesën. Por fatmirësisht Antonio u bashkua me familjen e tij, por fatkeqësisht Antonio nuk ishte Lars. Por me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, shumë njerëz kanë sinjalizuar për persona që supozohet që të ishin Lars, por asnjë nga këto persona nuk ishte Lars. Dhe në këtë pikë të historisë, siç ju them gjithmonë, janë gjitha informacionet që kam në lidhje me këtë histori. Unë ju përshëndes, më shkruani poshtë në komente mendimin tuaj dhe ne do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao.